Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë, dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa ne po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut xhalla wala me një prej porosive dhe udhëzimeve të radhës që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të përmendim Allahun xhalla wala. Dhe të ndërlozër me gjitha këto ligjërata që kemi marrë deri më tani dhe shumë të tjera që mund t'i marrim, ne praktikisht po e kuptojmë hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, cila kur e ka përmend këtë aspekt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e përmend të Allahun azza wa jalla në çdo situatë, në çdo rast. Prandaj në çdo situatë, në çdo rast, në çdo rrethon që besimtari kalon jetën e kësaj bote, do të thotë ka mënyrë të caktuar se si besimtari e përmend Zotin xhalla xhelalu. Dhe gjitha këto situata dhe rrethona që ai kalon e bëjnë që mos me harru Allahun xhalla wala. Nga se padyshim se një prej dënimeve më të mëdha që mund njëri me i përjetu jetën e kësaj bote është të harron të përmend Zotin e tij. Njerëzit zakonisht kuptojnë si sprova atër kur preken në shëndet ose kur preken në pasuri ose madje edhe në jetën e tyre, ndërsa pak nga ata e konsiderojnë sprov kur harrojnë Zotin xhalla xhelaluhu. Të kalon një situatë të caktuar dhe mos ta përmend Allahun te bareke ve teala. Të kalon ndonjë rrethon që kërkohet në të përmendet Allahu xhalla wala, mos ta përmendin Zotin te bareke ve teala. Andaj padyshim se kjo është sprovë më e madhe se çdo sprovë tjetër. Apo është në sprovat më të mëdha që mund njëri të kaplohet nga ato. Nga se kur njëri e harron Allahun xhalla wala, realisht e ka harruar vetveten dhe e ka harruar interesin e dobinë e vetvetes, dhe kjo është më e keqja e mundshme që mund t'i ndodhë njeriu. Duaja e radhës që duhet të flas për të është gjithashtu një lutje, dua apo dhikr, përmendja Allahu xhalla wala që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta themi në një situatë që mund të ndodhë çdo kujt të bien në te. Jemi njerëz dhe jo gjithmonë i kemi pranë vetë gjitha ato nevoja që na duhen. Jo gjithmonë i kemi të plotësuara gjitha kërkesat. Andaj njerëzit marrin borxh njëri prej tjetrit dhe përkrahen nga njëri tjetri. Dhe ndodh që njeriu në situata të caktuara mos të ketë mundësi me e kthy borxhin. Mundohet dhe përpjeket, por nuk mund t'ia del me kthy borxhin. Edhe për këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë duhet të themi kur jemi ngarkuar me borxh e nuk mund ta kthejmë këtë borxh. Ta lutim Allahun xhallahu ala që të na ndihmon me i kthy borxhat. Dhe për këtë temë, se për këtë dhikrit, përmendjes së Allahu xhallahu ala lidhe me borxhin, kanë ardhur disa hadithe. Unë du një për tyne me marrë dhe me folë disa fjallë për te, inshallah sot para jush. Transmetohet se një njeri ka ardhur tek Aliu radhiyallahu ta'ala anhu dhe i është ankuar se i ka disa borxhe për një punë të madhe s'po mundet me e krye atë punë. Ka pas një punë të madhe me e kry dhe nuk ka pas mundësi me e kry. Dhe i është ankuar Aliut radhiyallahu ta'ala anhu se nuk po ka mundësi me e kthy këtë borxh. Kjo ankesë ose ka qenë lloj kërkese me ndihmu Aliu ose ndonjë udhëzim e kështu me radhë. Dhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu i ka thënë: unë e di një lutje që ma ka mësuar mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një dua, një lutje ma ka mësuar mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën nëse thua të ndihmon Allahu me i kthy borxhet, edhe nëse i ki sa kodrat e një mali në atë vend e ka përmendur. Një kodrë e madhe e njohur në Yemen, ka qenë e njohur me madhësinë e saj në atë kohë, ka thonë nëse i ki borxhet sa kjo kodër, ka me ndihmu Allahu xhallahu ala me i kthy këto borxhe. Cila është kjo dua? Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. O Zot, më mjafto mua, më mundëso që të mjaftohem me halal dhe mos të bie në haram, dhe më ndihmo që të më mjaftosh ti ndaj çdo kujt tjetër. Kjo lutje është e përgjithshme
do t'japim kuptimin e saj, por para se futemi në kuptimin e kësaj lutje, duhet përmendur të ndërlozër se koncepti i borxhit në Islam, sot borxhi funksionon si mënyrë e përfitimit. Domethënë borxhi është mall që shitet edhe blehet. Nga se në momentin kur ti për shembull merr borxh një sasi caktuar, duhesh me e kthy me një vlerë më të shtuar. Dhe kjo është lloj blerje. Është lloj përfitimi në bazë të borxhit. Ndërsa në Islam borxhi nuk bën të bëhet mënyrë e përfitimit material. Mënyrë e përfitimit sevapit po, nga se besimtari fiton, mirë po jo në aspekte material. Nga se borxhi në Islam është lloj sadake, lloj do të thotë përkrahje dhe ndihme. Borxhi në Islam të ndërlozër është i ndërtuar në bazë të solidaritetit edhe përkrahjes së ndërsjelljes mes besimtarëve, e jo mënyrë e përfitimit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Çdo borxh që mund sjell përfitim të caktuar bie në kamat. E kamata është ndaluar. Andaj ndoshta nganjëherë njeriu nuk përfiton drejt nga borxhi. Për shembull, jap dikujt 100 euro, më ia kthen 110. Kjo është përfitim drejt për drejt. Nganjëherë s'përfiton kështu. Mund të përfitimi 100 euro jap dikujt ose 1000 euro jap dikujt borxh, e pastaj kështu më përfitum ja liru një sen tjetër dikun, atje që ka me blej pitina, po e kërkon lirimin për shkak të borxhit. Edhe këtu ka përfitu. Andaj edhe këtu mund të futet në lloj të kamatës, e pse nuk është e drejt për drejt. Duhet të them që mos i në rregullat e borxhit se janë shumë të mirë, po si shembull se Islami ka mbyll çdo mundësi që njeriu të përfiton nga borxhi dhe të mbetet borxhi lloj përkrahje dhe solidariteti mes njerëzve. Për këtë arsye me një hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush i jep një besimtari borxh 3 herë, në herën e parë ka dhënë borxh, ta ka kthy. Prapë ka pas nevojë të ka lipi ka dhënë. Herën e tretë kur i ka dhënë borxh, i keni mu 3 herë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo hera e tretë është lloj sadake për ta. Edhe pse i ka më t'i kthy, po fakti që i keni mu 3 herë është sikur se më ia fal ato para atë. Për me nxit me dhënë borxh dhe me ndihmu njerëzve atë. Në anën tjetër, nuk duhet njerëzit me keqpërdor këtë inkurajim fetar për me dhënë borxh edhe me marr borxhe që realisht kanë të bëjnë me lukse, kanë të bëjnë me gjëra që nuk janë të nevojshme shumë, ose të jenë të pakujdesshëm në kthimin e borxhit. Nëse ka hadithe shumëta që kërcënojnë ata të cilët realisht janë të pandërgjegjshëm, të pakujdesshëm në kthimin e borxhit. Dhe pikrisht se është e rëndësishme me kthy borxhin dhe është pjesë e karakterit besimtarit dhe është pjesë e besimit të tij, na ka mësuar pejgamberi që me e lut Allah me të ndihmu e mos me met pa kthy borxhin. Nga është punë e madhe kjo. Me konë që sërë diçka më rëndësi, si me qenë pjesë e lutjeve, pjesë e duave. Prandaj edhe kjo me kuptu se është më rëndësi që ne me ndihmu me zvete. Gjithkush ka lënë pejgamberi sa ka pas borxhe. Normal është njeriu me pas borxh, po normal është me pas borxh për punë domosdoshme, për punë caktuara, dhe me marrë në mënyrë të kufizuar dhe me pas dert të breng, me tentu maksimalisht me kthy borxhin, por jo me marrë borxh për gjëra të luksoze, gjëra ndoshta të panevojshme ose të nevojshme mirë, por me koni pa ndërgjegjshëm me kthimin e borxhit, nga se nuk i takon besimtarit, nuk është nga sjellja, nuk është nga morali i besimtarit që realisht njerit mos më dojnë fjalë. Nga se nga cilësitë e munafikut, nga cilësitë e dyftyrshit, hipokritit është kur premton nuk zbaton. Andaj ke premtuar se në këtë datë kime e kthy, duhet me bëj maksimumin. Do të thotë me shit diçka, me hjek duan nga një interes saktum, por më do njërin fjalë me kthy borxhin. Dhe dini hadithin e njohur të atij njeriu i cili ka marr borxh për një vëllai i musliman, edhe i ka premtuar se kam ia kthy në datën e caktuar. Por na datë caktuar ka roshi i madh, ka pas vërshime. Është fry ujë shumë, lume, ai ka pasur me kalu lumen me shku me kthy borxhin atë. S'ka pas mundësi me kalu lumen. Çfarë ka bër? I ka pshtill parat me një cup druni dhe i ka hudh në lumë para mëna, edhe ka thënë o Zot, namën tani ka marr, edhe në dorë tonë po e lëm me shku me kthy ti borxhin atin apo. Ka ndodhur që ka ndodhur. Zoti xhelora ka mundsuar që aty njëri me i shtyra parat në dorë atje. Zoti këta ka mundsuar.
Edhe kjo hadith është i gjallë, i ka kuptime të veta, nuk du me hita është me këtë temë mirë, po duhet të thëmë sa kanë qenë besimtarët e drejtë të përkushtuar me e këthy borqin. Sa kanë qenë, do më e kanë pas dert me e këthy borqin. E sot për shembull njëri thotë ma bën halal dhe ka që pyrë. Pse kalon dikon keq? Pse dikush ka llogarit në këtë kthim borxhi dhe tash i aprish planet, është se ka këto gala. Ndaj kërkohet një mbrengje, një dert, nëse një man maksimalisht e përpjek, s'ki ka mja majt, nuk mundesh, duhet me pas mirë kuptim, mja shty borxhin. Një për atyne që ditë e gjykimit Allah ka me i fut në hijen e tij, a ditë kur s'ka hije tjetër është edhe që andhara mu'siran, ai cili ka dhënë afat njerëz që janë zor me borxh, i ka shty borxhin atë. Madje një njeri sikur se ka hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ditë në gjykimit dal edhe s'ka shumë punë të mira. Edhe ka plot nga një mërzise do të dënohet. Allahu xhallahu ala kërkon nga melekët me nxjerr një nga punët më të mira që ka pas. E çfarë punë ka pas ai? Sar ka po i ka pas dikush borxh, s'ka mujt me aty ka vonë. Kia fatë 2 muaj. Kia fatë 5 muaj. Diku ti ka vonë kur të çon Zoti ty ti mu. I ka nimu borxhliva, po borxhliva hak. Në mes kanë pas mundësi me këtë borxhin apo. I ka nimu. Allahu xhallahu ala i ka thonë këtë njeri Allahu xhallahu ala është më meritor që të bujor se ti. Nëse ti jo ke fal borxhlive, tu e ke pasur për atë borxh, unë ta fali borxhin edhe s'ka më për atë borxh hiç. Don ja ka falë Allahu xhallahu ala mëkatet, pse ai u ka fal njerëzve dhe u ka shtyr afatën e borxhit. Andaj duhet me pas mirë kuptim. Edhe ai që merr dhe ai që jep, nga se thash borxhi në Islam është i ndërtuar mbi bazat e vëllazërisë, mbi bazat e mirësisë dhe solidaritetit. Andaj nëse për shembull dikush keq përdor kët, nuk është kjo miqësi, por shëndohet fatkeqësi borxhi në armiqësi. Sa ka ndodhur vrasje me ndonjë pse se ka kthy borxhin apo. Sa ka ndodhur konflikte, rrahje për borxh. Andaj s'bën më shumë në këtë mënyrë. Do të jeni me kohën ndërgjegjshëm, i përgjithshëm, të jetë me fytyrë të bardhë, edhe tenton që maksimalisht me kthy borxhin nëse e ka marrë. Dhe njeriu kur don me kryer një punë, sikurse për shembull me kthy borxh, ndërmend masë të duhura. E merr borxhin duke kalkuluar se a më e kthej ose më kthej. Me ne e mirë njëherë. Për marr nga se shpresoj se kam e marr këtë rrugë, e shes këtë, bëj këtë çështje, i bën sa kalkulime reale që realisht ja japin një rezultat se ka mundësi apo. Ose do më nisni biznes edhe kalkulon a ka llogari, as ka llogari, konsultohet, tani merr borxh, e bën investime, por investime pastaj s'u kthen. Andaj sebeb është me marr informatat e njohura, kalkulimet e duhura për borxh apo. Gjithashtu dhe sasia e borxhit nuk merr për të nevojë, dhe kjo është sebeb që i ndihmon me e kthy apo. Mirë, po edhe duaja është sebeb. Një nga sebebat më kryesore që ndihmon Allahu me e kthy borxhin është me lut Allahu xhallahu ala. Andaj të ndërozë kjo më kuptues se edhe me fitu rrezik njeriu, fitim me fitu domthon në aspektin material për familjen e tij, për vetën e tij, sebeb është me punu, apo. Por ti sebebi do të mjaftu edhe duan e ibadetin, e halalin e kështu me radhë. Edhe me kthy borxhin. Duaja është një nga sebebet e mëdha, por nuk është duaja vetme. Rrin shpejt aty edhe veç bë dua dhe ditë që Zoti apo. Besimtari nuk bën kështu. Ai merr masë të duhura, angazhohet, punon, shikon çka ka mundësi me shit, çka ka mundësi me dur për saj, me mund të kthy borxhin. Mirë, po në kuadër të përpjekjeve të tij me kthy borxhin, përpjekja e rëndësishme është edhe duaja. Në këtë rast e kemi këtë dua që e ka përmend Aliu radhiyallahu anhu, të cilën e ka mësuar kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me pas borxh sa të na me thonë bjesht e nemuna, sa malë të sharit, qaq diçka të ndaja me pas, qaq borxhe me pas, e thush këtë dua, të mundësën Allah dhe të ndihmon me këtij borxhin. Po kjo është aty klapa do të më vendos, nëse ti jep mundi maksimal edhe për ato sebebet e tjera, jo veç po bëj dua mas po më ndërmarr kur gjësh, kjo atë gabim. Mirë, po i merr masat e duhura edhe bën dua. E atëherë është në rregull. E çka thon këtë dua? Allahumma aghnini bi halalika an haramik
më e rëndësishmja të ndërrozë është që besimtarët i kujdesen për halalin. Andaj, o Allah, më mundëso që gjithmonë të mjaftohem me halal, pa pas nevojë me ron haram. Në mundëso më që gjitha nevojat e mia dhe kërkesat që i kam, t'i kry me prejardhje të halalit. Mos të kem nevojë që me i përmbush kërkesat e mia me prejardhje nga harami. Ne kemi nevojë shumë në dunja, kërkesat shumë. Andaj para në këtë rast borxhi, nëse kanë me marr borxh, na mundëso që të jetë me halal, jo me haram. Nëse bine nevojë me marr borxh, për çka do qoftë? Qoftë dikush për biznes, qoftë dikush për shëndet, qoftë dikush për ndonjë nevojë i ndodh në jetë, Allah na mundësof që me marr borxh halal, jo haram. Qase ka njerëz që nga njerëz ndoshta nevoja i ka shpi edhe në dyrë të kamatos, Allah na ruaj, në dyrë të asaj që është ndaluar. Dhe ai normalisht ai ka nevojë, edhe pse fetarisht nuk po flas, ka arsye, s'ka arsye, por si nevojë njerëzore ai ka pas me i tërkyt ato dyra ato. Prandaj lutim Allah xhallahu ala me këtë dua që Allah mos na bën kurrë të nevojshëm për haramin atë. O Allah na mundëso që kurrë mos kemi nevojë për haram. Që kam pin start, na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se të lehtësohet kthimi i borxhit në qoftë se e ke marrë me halal. Sa njerëz të ndërrozur sot për shembull s'kan qenë të kujdesshëm për burimin e marrjes hoa. Ka ndërkit në dyert e asaj që është ndaluar. Dhe nuk kam pas mundësi me dal nga borxhi mu asnjëherë apo. Nga se realisht një që merr borxh në bank për shembull me kamata, edhe duhet me kthy për 20 vjet. I duket ati kallaj, kapak. Ai 20 vjet para më është borxhli dikujna. Për tan jetën borxhi jetë dikujna apo. Gjithmonë pe borxhin borxh. Sa ka njerëz kanë një për pak e pastaj mos u ndalin, kanë një vorbull të pa ndërprerë të borxhit Allahu na ruaj. Andaj Allah e lutem që kurse ka hadith Allahu agnini bi halalika an haramik. O Zot, më mundso që të mjaftohem me atë që është e lejuar dhe halal, e mos të kem nevojë kur për atë që është e ndaluar për haram. O agnini bi fadlika amman siwak. Dhe o Zot, më mjafto me mirësitë e tua nga çdo kusht tjetër. Do thotë, kjo pjesa e dytë është një kërkesë që Allah më thua që herën tjetër mos më pas nevojë kur më him borxh apo. Nga se ti ke pas nevojë për filonin, ti ke pas nevojë për tjetrin, me të ndihmu. Edhe në këtë lutje po thua o Zot, më furnizon nga mirësitë e tua që të jemi pavarur nga çdo kusht tjetër. Mos të kam nevojë me trokit deri në askujt. Mos të kam nevojë për askën tjetër. Të mjaftoj me atë që ti më ke begatuar dhe të mjaftoj me atë që ti më ke furnizuar. Nga se nuk ka të ndërrozët, sikur që e dini, nuk ka gjë më të mirë në dunja se njeriu mos më pas nevojë për njerëz. Për këtë arsye, do të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësuar besimtarët që në pavarësi materiale të pranojnë që të punojnë të punë vështira. Ndoshta para më ka thonë në adventi të na kjo është punë e vështirë, po në krahasim me dinën e pejgamberit është shumë e lehtë na kjo punë. Cila është ajo punë? Me mbledh dru dhe me shit. Ta me mbledh dru, njëri që s'po thonë kuptim të pa lehtëshëm, po mund me të na dru ka ball. Me gjitha është punë e vështirë, me shku me preje, me ngarkue, me rregullu, nuk është punë e lehtë, punë fizike. E qysh mbledh dru në shketin? Do të bajë të lashe me shku me larg, me shku me ndoshta 1 metër dru me mbledh atë. Nuk ka lënë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, don shka dhe mbledh bujashka dru, edhe shiti, edhe fitoj për saj, por mos e zgjat dorë me lyp njerëz ato. Nga se nuk është cilësi e besimtarit me zgjat dorë me kërku njerëzit ato. Punon, angazhohu. Sa të fatkeqësisht shohim që ka plot nga muslimanë që real nuk punojnë. Në është pa punësi, po ma shumë është edhe pa dëshirë me punu, që nështë nuk ka punë caktuar që mund me gjepse, nga se unë se punoj këtë punë, unë e smuj këtë, unë e slik sot, kejtë sundbon njerës të karrika mullë, ose udhëhec, ti kush duhet me pas edhe anën e
asaj që fizike. Prandaj punon ti shfaqe e fiton me djersën tënde. Sikur që një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një njeri që ka kap dorën, ka pas dorën e vrazhd nga puna. Jo të lmush me dorë, po do duar të punëtorit. Edhe e ka ngrit dorën ti para sahabëve ka thonë, këtë dorë don Allahu xhallahu ala. Këtë dorë don Zoti xhallahu ala. Andaj ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që njerëzit të jenë të pavarur në këtë aspekt. Ndodh me pas borxh, jemi njerëz, mirë po jo me jetu nga borxhi, jo me jetu nga pritshmëria e njerëzve, por me u ndihmu me zveti dhe me dhënë mundi maksimal që me koni pavarur. Dhe me lutë Allahun xhallahu ala me dhënë kësi pavarësia, nga se pavarësia është liri. Si ti i varur për dikujt, realisht s'mundesh me ia kthy fjalën, s'u thosh kur e ka keq, vështirë është. Andaj na kam thënë pejgamberi se me lutë Allahun xhallahu ala wa aghnini amman siwak. Aghnini më balla të pavarur, të mjaftueshëm, më pasura nga ti që mos kem nevojë amman siwak. Për askën posleja. S'kam në përkërkan. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el-yadu al-ulya, dora e lartë, cila është dora e lartë, ajo që jep është më e mirë dhe më e dashur tek Allahu me el-yadi es-sufla, se dora e ulta. Andaj puno, angazho, ndihmon Allahu xhallahu ala. Wallahi që përpjeket, del me kërku rrezik, furnizim halal e ka për qëllim. Edhe ka për qëllim që tjetë i pavarën për njerëzve, mos të zgjatë durë njerëzve, edhe bën dua, kam i bo Allah zgjidhja. Kam i bo Allah zgjidhja. Nështë ka pak aty pik, por bereqet është më rëndësi me pasa. Dhe shiko së bukur në kam thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të kemi kujdes për halal dhe të punojmë me djersë. Këtu janë dy kushte që e sjellin rrezikun. Këtu janë dy kushte që e sjellin furnizimin e bereqetshëm. Cila është e para? Me punu halal. Dikush mund të punojë dhe po lodh apo haram, jo kështu. I pavarën për njerëzve. Kur s'lipi kërkujna? Jo s'ki nevojë. Në haram si të bësh kabull, atë s'ki nevojë me lyp kërkujt. E para është me halal. A është Allahu i kënaqur? A ka leju Allahu xhallahu ala këtë mënyrë të përfitimit? A ka leju Allahu këtë fitim kështu? Po e ka leju, elhamdulillah. E dyta është me djersë. Munohu, angazhohu. Përpjeku. Këse mund tjetë e pasuri halal, i pas t'kar me mund, s'kar me djersë, asë kjo s'është bereqet atë. Bereqet kur lodhër për një qka, kur të jep mundin maksimal, dhe t'kar nga burimet e halalit. Kush kështu vepran? Dhe i ndodh me ranë në barë, qësa këtu? Me këtu kushte që i përmena, ka garantu pejgamberi sa se në qofë se ki borqin sa kodrat, po thëmë të na, malet e sharit, apo se në atjes, ku ka thonë, s'ka malet sharit, po, ka malet tjera. Një mal sabir, ka në hadith, taliut, radiallahu, po në sabirin zima s'ku është, apo, është një mal i madh një men, një kodër, një e madhe, bjeshk një men, e ka marrë sham latë pejgamberi s.a.s. Po të kesh bërë sa kjo kodër, një man Allahu me e këthy. Kur të një man? Ta është kur i plëson dy kushtet. Kur ti e munu me halal, dhe s'ka me të kërkom pas dhere haramit, a dhere mëse qëllë kur. Merë barq, po mos qëllë dhere haramit. Edhe kur ti e këdhur mundi maksimal me djerë, se me mundi e përpjek, po s'ka zvjen ma shumë. E atëherë, dihmo, normal, ndodh, imi njerëz, mirë po mas plëcimit e dy kushteve. Dhe përpjek maksimale me e këthy borqin në tatën e dur, me dua, me lejën Allah Gjellewal, nuk lejën Allah që kora për. Dihman me këthy borqin të furnizan, ka nuk të mërmenja, në qofë se jemi të ndërgjetshëm dhe të përgjetshëm në atë që ua kemi marrë njerëzve. Dhe kemi kuptuar të ndërëzër se duaja është, si kur që e ceka, një prej sebepeve kryesore në plotësimin e kërkesave tona dhe nevojave tona dhe të kalimin e sprovave të lashëve tona, e që fatkeqësisht kur i thosh një besimtari bën dua, po dua po, çka po? Po nëse Allah ta pranon duan, çka bëhet më tepër? Në ky njeri kur ka taliu është anku për barç. Edhe thuhet që Ali në këtë rast ka qenë halife. U kompres e ka mund me on pej pasurisë shtetit, se Bërshliu e meriton zakatin. E meriton pasurinë e shtetit minimu. Se barç është. Aliu si ka thonë e po çka po shkoj pa të marrë diçka. Po çka ka lut Allahun. Ka dash me lidh me Allahun një herë e pastaj vin tjera atë. Prandaj e rëndësishme në situatë timi të lidhur me Allahun xhallahu ala. Para se të shkojmë të filonit, të fisteku, të shkojmë tek Allahu xhallahu ala. Lutë Allahun te barekutul. Pastaj mas Allahut
shka dhe kërka atje ku ta mërmene se mundë me të bënë zgjidhje. Mirë po, gjithmonë i mbështetur në Allahun xhallahu ala dhe gjithmonë duke kërkuar ndihmën e Allahut te bareke ve teala. Kush e bën këtë dhe kush në këtë mënyrë sillet me lejen e Allahut xhallahu ala, Allahu ka më i ndihmu. Allahu na mundsoft që të jemi të pavarur në aspektin e furnizimit dhe ta fitojmë me halal dhe me djerës dhe me mund. Dhe në qoftë se detyrohemi me ran borxh, Allahu na ndihmon me kthy borxhet tona dhe Allahu xhallahu ala i shëroft smurit ton. Allahu xhallahu ala u ndihmoft të mirëve dhe të shkretëve dhe të dobëve dhe të persekutuar të shtypërve në botë nga muslimanët kudo qofshin ata, nëse Allahu xhallahu ala që gjitha vuajtjet që po i shohim dhe po i ndihmë që po ndodhin nga anë mban bota që po vinë të muslimanëve, Zoti xhallahu ala u lehtëso vuajtjet dhe Allahu xhallahu ala u sjell mirësinë dhe dobinë dhe mirëqenien dhe sigurinë dhe lirinë dhe Zoti u ruaj gjakun dhe nderin vëllezërve dhe motrave tona kudo që janë. Dhe Allahu i shëroft smurit ton, Allahu xhallahu ala i ndihmoft ato që janë në borxhe me ila borxhet. Dhe Allahu xhallahu ndihmoft fukarave dhe të varfërve kudo që qofshin ata. Me kaq për të fund Allahu shpëlbeft sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.